NATO shpreh shqetësimin se Rusia mund të vendosë armë bërthamore në hapësirë duke kërcënuar sigurinë mbi 7.000 satelitëve që rretullohen rreth tokës. Këta satelit janë thelbësor për funksionimin e përditshëm të shoqërisë duke përfshirë komunikimin, bankat, motin dhe mbrojtjen kombëtare. Shefi i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi se zhvillimi i armëve të tilla nga Rusia mund të përforconte një kërcënim të madh global. Ai theksoi se hapësira është kthyer në një fushë betejë konkurruese të fortë dhe të paparashikueshme ku dominimi teknologjik është po ashtu aq i rëndësishëm sa në tokë, det, ajër dhe në hapësirë kibernetike. E nëse Moska vendos armë bërthamore në orbit, ajo mund të shkatërrojë satelitet kyç që ndihmojnë Ukrainën dhe aleatët perëndimor në mbrojtje nga agresioni rus. Rutte kujtoi rëndësinë e infrastrukturës hapësinore për jetën e përditshme të njerëzve. Edhe pse ekziston një marrëveshje ndërkombëtare nga viti 1967 që ndalon armatimin e hapësirës, ajo nuk i ndalon tërësisht aktivitetet ushtarake, duke lënë hapësirë për interpretime dhe manovra të reja teknologjike. Përballë këtij rreziku, NATO po përshtatet duke forcuar ndarjen e inteligjencës dhe zhvilluar satelit më të vegjël dhe më fleksibël që mund të shmangin sulmet e mundshme. Hapësira po shndrohet gjithnjë dhe më shumë në një fushë betejë strategjike.